Pesh, e kritikojmë në studio, po ja që jeni këtu për ta bërë analizë. Mirë se vini. Faleminderit, është e treta herë që vi në televizionin tuaj dhe është kënaqësi e veçantë të jem këtu, edhe për cilësinë e emisioneve që ju shfaqni për publikun, po edhe një falënderim i veçantë për këtë rast që ju e morët seriozisht edhe më ftuat. Çështja e gjuhës është çështje e identitetit. Gjuha shqipe është sulmuar pafundësisht. Por me këtë fjalor që ka dalë nga Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, kjo akademi ka vullosur, si të thuash, dokumentin më të rëndë kundër gjuhës shqipe dhe identitetit të kombit shqiptar që ka dalë ndonjëherë nga ndonjë institucion identiteti, siç është një akademi. Po pse e quani kështu, është një sulm kaq i rënd? Shiko, unë kam vite që merrem me çështjen e gjuhës shqipe dhe nuk është i vetmi rast, është një filozofi e tërë, ku institucionet e identitetit tonë kombëtar janë, siç janë akademitë dhe institutet e gjuhësisë, po edhe fakultetet e gjuhësisë, dhe shumë profesor janë lëshuar gjuhës shqipe sikur ajo të jetë një depo e madhe e huazimesh nga të gjitha gjuhët që na rrethojnë dhe më tej. Kur një akademi, siç është ajo e Tiranës, e konfirmon Shqipe 93% të huazuar, me këtë fjalor i shtojnë Shqipes, në këtë fjalor janë 13 sipas autorëve dhe sipas Akademisë Shkencave të Kosovës, Shqipja ka 13.000 huazime turqizma në gjuhën shqipe. Kjo do të thotë që ata i kanë shtuar dhe rreth 9.000 huazime të reja të panjohura përpara, sipas Akademisë Shkencave të Kosovës dhe autorëve, do të thotë që e çojnë Shqipen 97% të huazuar dhe kjo në fakt nuk është shkencë. Kjo është një vetvrasje kombëtare e realizuar nga një institucion shumë i rëndësishëm, siç është një akademi shkencash e cila merret për referencë nga gjithë bota dhe këta konfirmojnë atë që kanë dashur të tjerët të shfaqet sikur shqiptarët nuk kanë gjuhë të tyre, e kanë një gjuhë mballomash. Por ta shohim në aspektin studiues dhe natyrisht klasik të fjalës, 59% shqipe është origjinale. Pra gjuha shqipe është origjinale vetëm 59%. Të tjerat janë fjalë të huazuara. Sipas Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, me fjalorin e Topallit, Kolec Topallit, dilte 93%. Me një fjalor tjetër të Bardhul Demirajt, i cili nuk është botuar në Shqipë, por është botuar në gjermanisht, del 95%. Me këtë fjalor, Shqipës i ngelen vetëm 3% të fjalëve dhe kjo në mënyrë shkencore, pasi këta janë autorët akademik. Por ju po flisni për studimet që janë bërë në Shqipëri dhe sipas atyre gjetjeve, pra del që në Shqipëri është 93%, më thatë. Por po ta hedhim një sy, nuk qëndron më mirë Shqipëria në huazimet që ka bërë nga Italia, nga Greqia? Shiko, që një fjalë të quhet e huazuar, duhet që t'i përmbajemi disa rregullave. Dhe rregulli numër 1 është etimologjia e fjalës. Këta, kur them këta, akademikët e gjuhës, profesorët e gjuhës, nuk kanë një përkufizim ç'është fjala, që do të thotë ata vetë pranojnë që nuk e dim si është ndërtuar fjala. Por se nëse më lejoni, unë mund të marr disa fjalë nga ky fjalor, Dhe ju keni kërkuar në fakt edhe drasën e bardhë, po ta adaptojmë natyrisht me këtë format që kemi, për të bërë çfarë? Për të elaboruar disa prej? Për të parë nga ky fjalor, nëse këto fjalë që janë në fjalor, janë turqizma në gjuhën shqip, apo janë fantazitë të autorëve, të cilët unë mendoj që edhe Akademia e Shkencave e Kosovës ka marrë një direktivë për të bërë një fjalor të tillë, pasi pra ju e demantonë se ato nuk janë turqizma, janë fjalë shqipe? Ja, shkruajnë. E njihni këtë fjalë? Yrnek? Yfynet. Po? Ose edhe ufunet. Dini çka është? Nuk e dini. Nuk e di asnjë shqiptar, e din vetëm autorët. Dhe fjalë të tilla që nuk i njeh asnjë shqiptar, është i mbushur fjalori. Kjo do të thotë erë e keqe. Po ta përkthejmë nga turqishtja në shqip. Do të thotë që një pjesë e madhe e fjalëve që është në këtë fjalor nuk janë fare turqizma në gjuhën shqipe. Shqipja ka një aftësi të jashtëzakonshme për t'u vetë pastruar.
Me ikjen e perandorisë osmane, Shqipja u vetë pastrua shumë shpejt, sepse kanë qenë fjalë të administratës, të... Po janë huazuar me të tjera, në qoftë për shembull në rrafshin e çështjeve të veturave, kemi fjalë gjermane, më pas janë zaventuar me fjalë slave. Atëherë, në qoftë se dalim për shembull futemi në teknologji, ne jemi detyruar që në fillim ta marrim fjalën ashtu siç vjen. Por Shqipja ka aftësi për shembull që të krijojë një fjalë tjetër, por ne në këtë fjalor po përqendrohemi te fjalë që Shqipja ka fjalën ere keqe, arome keqe, dhe nuk ka nevojë dhe nuk e përdor kush fjalën yfynet ose ufonet. Po çfarë fjalë tjetër ka në këtë fjalor? Për shembull, marrim fjalën qerpik. Qerpik. Malsorët tanë qerpikut i thonë prekat e synit, sepse preken. Dhe që prek, u bë qerpek dhe rp-ja kaloi në PR-ja kaloi në rp dhe që prek u bë qerpik. Pra, këtu nuk kemi asnjë lloj turqizmi, thjesht është një fjalë origjinale e shqipes, autorët nuk i referojnë ndonjë etimologji shkencore dhe për shkak se edhe etimologjinë e kanë bërë të gabuar, mbështetur mbi autor slav, fjalën qerpik e quajnë fjalë turke. Marrim një fjalë tjetër. Bakër. Ne dim që në Shqipëri ka patur bakër përpara se të vinin turqit, sepse ne kemi kaluar periudhën e bronzit, të bakrit, të hekurit, dhe populli shqiptar e kishte një fjalë për metalin e bakrit. Nga vjen bakri? Fjalën bakër ne e gjejmë në shqip edhe të shkruar bakar. Çfarë do me thënë bakar? Metali bakrit, minerali bakrit e ti ku gjendet, shoqërohet gjithmonë edhe me përqindja ari. Dhe nga elektroliza që i bëhet bakrit, nxirret ar. Dhe bakar do të thot ba. Po ku e gjejmë këtë verzion, sepse nuk e kemi parë më herët? Po, unë që merrem me fjalor e gjej. Ar. Që do të thot ka, ba, do me thënë ka, mba, Zotë Dalipaj, mu më shumë duket si adaptim i fjales kjo, në bindje time. Jo, ata që janë gjuhëtarë e kuptojnë, sepse gjuha, çfarë bën? Bën dhe metateza, rokjesh. Dhe për shembull, siç themi, levenc, velenc. Më shumë angjësoni në ata studiues që kanë thënë ta zëm për Drimades që është drini i madh, kështu në adaptim të asaj egos së brendshme, se sa në një logjik. Ata janë studiues amator, unë nuk jam amator. Unë jam përfaqësuesi një teorie që quhet teoria e embryomorfemave, që kam zbuluar 10 parime se si gjuha emërton realjet. Dhe një nga arsyet që mua nuk më vijnë përballë ose nuk më bëjnë oponenca, është për faktin se akademikët e gjuhës e kuptojnë shumë mirë teorinë time dhe i kuptojnë shumë mirë parimet që unë kam zbuluar. Mirë, këtë po e marrim si ndërqenjë. Ju keni marrë shembull e fjalën një organ. Po. Çfarë logjike ka ajo të ketë një origjinë shqipe? Sepse ilire nuk është. Ja, u a them, gjuha emërton funksionin. Për shembull, kjo është këmba, është prej mishi dhe prej kocka, apo jo? Ajo këmba e karikes është prej ekuri. Ajo këmbë e tavolinës është prej druri. Dhe të gjitha quhen kamba, sepse çfarë bën gjuha? Gjuha emërton funksionin. Dhe funksioni të gjitha këtyre këmbëve të karikeve të njeriu, të kafshëve, të tavolinës, është të mbaj. Dhe kamba do të thotë ka mba. Në qoftë se vim tek fjala jorgan. Fjala jorgan është anagram, që do të thotë në qoftë se i lexojmë së prapi, del funksioni, na ngroj. Do të thënë, na ngro, na mban ngrohtë. Po pse është dashur të jetë së prapi nëse emërton funksion? Atëherë, anagramat në gjuhën shqipe dhe në të gjitha gjuhët e tjera nuk janë ndërtime të mia. Ato ekzistojnë pavarësisht nëse ekziston Agron Dalipaj ose jo, nëse ekzistojnë 1 milion gjuhëtar apo jo. Ato ekzistojnë sepse ekzistojnë. Për shembull, kur bie dëbor, që sa fillon ajo dëbora e holl, quhet lloh dëbore, apo jo? Lloh e lexuar së prapi do të thot holl. Lloh bore do të thot holl bore. Kur themi tym, funksioni i tymit është mbyt. Por, Zotë Dalipaj, cili institucion apo cili lingvist pajtohet me logjikën tuaj? Shiko, ka shumë që pajtojnë me logjikën time. Ajo që është më interesante është se vetëm gjuhësia zyrtare nuk pajtohet.
Jo nuk pajtohet, në thelb ata nuk marrin në konsiderat. E vërteta është se kjo që bëj unë përmbys komplet morfologjinë e gjuhës shqipe, përmbys komplet të gjithë veprat etimologjike që janë bërë deri tani dhe quajnë shqipen deri 97% të huazuar, dhe vërteton që gjuha shqipe, jo vetëm që nuk është gjuha me më shumë huazime në botën e gjuhëve, por është origjina e gjuhëve indo-europiane. Pra, ju po me thoni se fjala bakër dhe organ është marrë nga Shqipja dhe është futur në fjalorin turk. Fjallori turk është shumë i mbushur me fjalë të Shqipes. Në qoftë se ne e hapim... Pra, ne pas kemi të bëjmë një rast kur pushtuesi merr gjuhën e të pushtuarit. Nuk është tamam ashtu. Pse? Kur erdhën mongolët në fillim në Turqi, në atë që është Turqia e sotme, ishin shumë fiset të cilat flisnin dialekte të gjuhës së vjetër shqipe. Dhe këto fise, për shembull, ishin hititët, ishin frigët, ishin lidët, karjanët, ishin shumë fise të cilët flisnin këtë gjuhë që flasim ne, në mos të themi një dialekt të gjuhës tonë. Dhe turqit kur erdhën, i gjetën këto fjalë në gjuhën vendase. 2000 erdhën ata në fillim. Më interesante fare është se ata kur erdhën në trojet tona ne kishim kështjella, kishim kala, kishim shtëpi guri, kishim ura guri, dhe po të hapim fjalorin e Akademisë Shkencave që kemi këtu, fjallin qemer e thonë që është fjallë që ne kemi marrë nga turqishtja, kur mongolët kur erdhën këtu tek ne jetonin në çadra, nuk e kishin idenë se çka është qemeri. Dhe tani, nëse shkoni me këtë logjik, pra që gjua tregon për një veprim, për një funksion, ne na dalin edhe emra vendesh, të cilat në Shqip bëjnë kuptim. Ta zëm Lisbona. Dhe shumë kush e përkthen këto si Lizabon, që ka një përardhje shqipe. Kështu po më thoni ju se me këtë logjik po i bija ashtu. Atëre. Gjë që për mua nuk bën sens, për ta thënë kështu. Shikoni, po ju jap një variant tjetër. Këtu kemi B, K, R. Apo jo. Vendi që ka më shumë bakër në Shqipëri, e di kush është? Rubiku. Kjo është koincidencë më pas, zotri. Jo, kjo s'është fare koincidencë. Shiko këtu ku ke B, K, R. Vendi që ka më shumë bakër në Europë është Kipro, që i thonë Kipru. Kipru. Ka K, P, R. Dhe këto nuk janë fare rastësira. Po, tash unë po e bëj etimologjinë e bakrit në ChatGPT, në atë që njihet sot maja e gjithë atyre njohurive që mundim. Pra e kam pyetur se cila është origjina e fjalës bakër dhe thotë se është turke. Po, pyete ma jep etimologjinë të shkoqitur si që bën Agronda Lipaj. Po, si që bën Agronda Lipaj, më pas, natyrisht do të gjej këto informatat që ka në rjet, dhe do të bëj kështu. Zona Jehona, në qoftë se unë them se këtë djali këtu është kines. Si e vërteton ti që ai nuk është kines? Si e vërteton që nuk është kines? Në qoftë se ChatGPT-ja kujt i drejtohet? I drejtohet fjalorëve zyrtar etimologjik që janë prodhuar në një masë shumë të madhe. Që kanë kaluar në shumë filtra, zotita Lipaj, jo në një person. Shiko, sot, ekziston një universitet në Australi, cili po merret me teorinë time, dhe janë duke krijuar një program të ri të inteligjencës artificiale, i cili mbështetur në të gjitha parimet që unë kam zbuluar në etimologji dhe në gjitha rregullat dhe rregullat e njohura gjuhësore, ata krijojnë një program i cili do të bëjë etimologjinë e të gjitha fjalëve të familjes indo-europiane të gjuhëve mbështetur në teorinë e embryomorfemave të Agronda Lipajt. Dhe kjo do dali së shpejti. Unë nuk impresionohem kur dikush më thot që këtë e thot kështu ChatGPT-ja. ChatGPT-ja është ushqyer me gënjeshtra. Po, në këtë rast, në etimologji, e gjithit etimologjia e Shqipës dhe e shumë gjuhëve të tjera, është etimologji e rreme dhe unë këtë mund të them me kompetencë. Sepse unë jetoj në mes të fjalorëve dhe të fjalorëve të greqishtes, latinishtes, të gjermanishtes, të frëngjishtes, të rusishtes dhe në të gjitha etimologjit, kur vjen puna për preardhjen e fjalës, ata nuk thonë që është italiane, është latine, thonë kanë 3 variante. Kjo është me etimologjit e errët, është prej indo-europiane dhe e panjohur. Me që po insistoni në këtë. Nuk ka, në qoftë se atje thotë është turqisht, po nuk e shpjegon dot. Unë i besoj ChatGPT-s. Në unë, personalisht, ju mund ta bëni ndryshe, të tjerët mund ta bëjnë ndryshe, por ky është qëndrimi im, nëse pyetem. Pra, me këtë logjik, edhe ju besoni se Drimades është Drini Madh.
Jo, unë këtë nuk e besoj, ju nuk mund të më atribuoni mua gjëra që unë nuk i kam thënë. Po ju pyes, zotëri Dalipaj. Jo, unë nuk e besoj këtë. Ju mbështeteni në etimologji popullore. Etimologjia që bëj unë është shkencore. Dhe një nga arsyet, në qoftë se etimologjia ime nuk do ishte shkencore, këtu do ishte një akademik gjuhë, ose ndonjë nga autori këtyre librave. Ata e din fare mirë që nuk duhet të vinë përballë Agron Dalipajt sepse çmontohen për 5 sekonda. E ka të pamundur ai zotëria që ka bërë këtë fjalor të vërtetoj se nga vjen fjala bakër. E ka të pamundur, ai mund të thotë... E ka vërtetuar në studimin që ka bërë? Ai mund të thotë 1 milion herë që fjala qerpik është turke, por ai nuk e shpjegon dot në asnjë gjuhë pse kjo fjalë është turke. Por jorgan nuk është ilire. Jorgan është fjalë e mirëfilt shqipe, që do të thotë, e kthen së prapi është anagram dhe anagrama nuk është... Pra gjua të duhet të ishte një gjuhë e lehtë kuptua, lehtë qasshme, jo anagram dhe loj fjalësh, zoti Dalipaj. Ne gjuhës në kohën e Buzukut i kemi thënë gluhë, që do të thotë gjë që luhet. Në greqisht i thonë glos, që do të thotë gjë që los. Në gjuhët latine i thonë lingua, do të thotë lun gjë a. Por, në çfarë shkence, apo në çfarë metode shkencore përdoret ky zbërthim që keni bërë? Atëre, mbase ju nuk më njihni mirë, unë kam një teori e cila quhet teoria e embryomorfemave. Në bazë të kësaj teorie qëndron një tabel që quhet tabela e embryomorfemave të gjuhës shqipe. Që do të thotë, kjo tabel ka rreth 300 fjalëza, që janë një bashkëtingëllore dhe një zanore në shumicën e tyre, dhe janë njësoj si elementet kimik të tabelës së Mendelejevit. Dhe kjo vlen vetëm për gjuhën shqipe? Këto, kur bashkohen, krijojnë fjalët për gjuhën shqipe dhe për gjuhët e tjera indo-europiane. Kjo lloj tabele dhe kjo teori që kam unë, me atë metodë që kam unë, vërteton katërcifërisht që gjuha shqipe nuk është një depo uazimesh siç duan ta quajnë akademikët e gjuhës shqipe për interesat të tjerëve. Po çfarë interesash mund të kenë? Nuk e di. Prandaj duhet të vinte dikush një nga autorët këtu dhe tregonte cila ishte shtysa që ata duhet të fusin fjalë në fjalor që nuk ekzistojnë në shqip. Cila ishte shtysa që ky fjalor duhet të fryejë aq shumë me 13.000 turqizma, që shqipja nuk i ka as 100 turqizma, dhe aty kanë futur persizma, arabizma dhe i quajnë turqizma në gjuhën shqipe. Dhe ky fjalor është një skandal më vete, ky është një vetvrasje kombëtare. Zoti Dalipaj, edhe një herë. Fjala bakër në gjuhën shqipe, po ta lexoj, është fjalë e vjetër turke që thotë metal, në përgjithësi. Metalit i kanë quajtur bakër. Më pas është specifikuar dhe është adresuar vetëm për bakrin si lloj i veçantë. Ua them, unë jam specialist dhe jam etimolog. E keni sfiduar autoritetet turke, pra? Me që keni ardhur me këto gjëra. Shiko, turqit nuk shpjegojnë dot asnjë fjalë që ka në fjalor. Italianët nuk shpjegojnë dot asnjë fjalë të tyre. Grekët nuk shpjegojnë dot asnjë fjalë të tyre. Ska logjik, kjo është mbase vetëm rastësi. Jo, nuk ka rastësira sepse ka rregullsira, siç u shpjegova me fjalën kamba, që në italisht i thon gamba, do të thotë gamba, gjagjë mban. Por nëse merr edhe fjalë. Pra italianët e morën nga ne. Po sigurisht Shqipja është origjinë e gjuhëve indo-europiane dhe unë e mbroj këtë tezë. E vetmja që më mungon për të mbrojtur këtë tezë është përballja me akademikët. Unë ju luta gjithë këto ditë që të kem një akademik përpara, apo jo? Por të njëjtit nuk pranuan të janë miru. Qoftë se unë nuk jam konsistent në shkencën time, këtu do kishin ardhur 10 akademikë dhe do të talleshin publikisht me Agron Dalipajin. Unë kam bërë 3 protestat e Akademia e Shkencave e Shqipërisë për çështjet e gjuhës shqipe. Unë kam 8 kërkesa në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Se nuk ju dukeni mbasi serioz, zoti Dalipaj. Unë jam njeriu më serioz në botë dhe jam shkencëtar. Po ju mendoni për kështu për veten, por ata nuk ju shohin. Jo, unë mendoj që të gjithë ata që nuk vinë të përballen ose s'më bëjnë oponencë janë pseudo shkencëtar. Që ta kuptoni seriozisht që unë jam shkencëtar, vjet në shkurt. Në muajin shkurt u bë një peticion me 200 akademik dhe doktor profesor, ku i kërkonin Parlamentit të Shqipërisë, Ministrisë së Arsimit dhe AMës, Autoritetit të Mediave Audiovizive, që njerëz që kanë hedhur baltë mbi Çabejin, sepse unë i kam bërë oponencën Çabejit, të mos lejohen të shfaqen në televizione dhe të gjobiten televizionet që i ftojnë. Kjo është censura. E gjithë ajo që ne nuk është cenzurë, zotri Dalipaj, po ka figura të cilat natyrisht po të ishte në rregull do ta kishim edhe ne këtu ligjin për mbrojtjen e figurave kombëtare, dhe si ta zëm qoftë Çabej, qoftë Skënderbeu e shumë të tjerë që sot për fat të keq tallën dhe ofendohen në studio televizive, të mos bëhet kjo. Atëre, një shkencëtar quhet shkencëtar kur konfirmohet me një oponencë shkencore. E dini juve kush ja ka bërë oponencën shkencore veprës etimologjike të Çabejit? Kush ja ka bërë? Jo, nuk e di.
Atëre, e gjithë vepra e tij e quajtur shkencore është pa oponencë. Pra, nuk është shkencore. Në të parën oponencë ja kanë bërë unë. Por juve pju bëjnë shumë oponencë dhe ju nuk po bindeni që jeni gabim në këtë. Përse kur unë e kam mirë, e di si bindem? Jo, njeriu bindet kur e ka mirë, kur ja thonë edhe të tjerët, se kur mendojmë ne për veten që e kemi mirë, nuk është në rregull diçka me ne. Mendoj unë. Ju po flisni me një gjuhë popullore. Unë jam shkencëtar që kam zbuluar shumë parime të një shkence, të kryeshkencës, sepse gjuha është shkenca për të cilën ka nevojë të gjitha shkencat e tjera për të shprehur. Dhe unë jam autori jo vetëm një teorie, po unë kam zbuluar shumë parime dhe njerëz që kanë zbuluar parime janë shumë pak. Për zotit Alipaj, ne aq dim që çdo zbulim, sipas ne apo pseudo apo vetë zbulim, duhet konfirmohet nga një autoritet tjetër, se mund t'ja bëjmë vetës konfirmimin. Atëre, unë këtë fazë unë quhemi konfirmuar, sepse të gjithë librat e mi i çoj me kërkesë për oponencë të rrep në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Dhe kryetari i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, mbasi më priti një orë gjysmë, në fund të pritjes më tha, zoti Alipaj, mos na ngut se do të ta bëjmë një oponencë, por kemi dy probleme. Problemi i parë është se akademikët e gjuhës nuk duan t'ju bëjnë oponencë. Po, zoti Alipaj, se ka njerëz që mendojnë që toka është e rrafsht dhe thoni ju që akademikët dalin dhe të sfidojnë ata dhe të flasin me ta? Atëre, unë kam studiuar dhe jam diplomuar për gjuhësi. Po jo me këtë teori. Jo me këtë teori. Të drejtën për të bërë një teori nuk më ndalon dot askush. Por, të drejtën për të baltosur më pas akademikët s'ua jep askush. Atëre, kur dikush bën një teori, vetëm në institucionin i cili e shek dhe e merr në konsiderat këtë teori si të vërtet ose të gabuar. Institucioni ku vete unë nuk e merr dot në konsiderat sepse në qoftë se marrin në konsiderat teorinë time dhe veprën time, bien veprat e shumë autorëve dhe sot ata pranojnë. Mirë, zoti Alipaj, se me keq edhe me kohën, megjithatë me gjithë mospajtimet që mund të keni me Akademitë qoftë Kosovës apo të Shqipërisë, të dyja janë institucione serioze, me njerëz kredibil aty dhe ju mund ta bëni këtë në kuptimin që t'u shkeni mbas njerëzit në një akademi është serioze, bile Akademia e Shkencave e Kosovës, sapo doli shkrimi im e hoqi librin nga qarkullimi. Sa serioze është Akademia e Shkencave e Kosovës? E hoqi librin nga qarkullimi. Mirë. Kjo do të thotë që ata e kanë pranuar që ky fjalor. Mirë. Se më bëj presion për kohën, kemi edhe një të ftuar që na pret dhe do ju kërkoja që ta mbyllim më shpejt. Koha ishte shumë e pakët dhe unë mendova që do kisha më shumë kohë, por edhe ju më paragjykoni dhe mendoni që unë nuk jam shkencëtar. Unë këtë punë e kam, zotri Alipaj, t'ju sfidoj. Atëre, ju e dini që rregullin gazetari është duhet i marrësh të dyja palët. Dhe sot këtu duhet ishte një akademik gjuhë ose një profesor. E kemi ftuar zotri Alipaj, nuk duan të dalin të flasin me ju. Se paragjykoni atë që nuk u paraqit, po paragjykoni zotin Alipaj. Shkenca është përballje dhe unë këtu jam në ring. Dhe nuk vjen ai që do përballet. Zotit Alipaj, në vend të mësafirit të sfidoj unë, po t'ishte mësafirë, unë do ju shija duke bërë debatin. Ju keni të pamundur të më sfidoni, sepse ju nuk keni bërë studime në fushën që jam unë. Jo, edhe nuk e dija të bëjnë ndoshta ndonjëherë studime në fushën që jeni ju. Më vjen keq, nuk e kuptoj këtë. Unë kuptoj atë logjikën shkencore të profesionistëve dhe natyrisht nuk paragjykoj asgjë që bëni ju. Ju kemi dhënë hapësirën. Ju mendoni që Akademia e Shkencave e Shqipërisë dhe Kosovës është fjala e fundit e shkencës dhe asnjë studiues nuk duhet të bëjë studime të tjera sepse i kanë bërë ata? Nuk më paragjykoj asnjë mënyrë, po ju asharova faktin sepse bëra debat me ju. Ju jeni dakord me 13.000 uazime turke në gjuhën shqipe? Nuk jam dakord as me ato italizmat dhe greqizmat që i ka sot Shqipëria, kështu që shiko, unë jam autori 8 fjalorëve etimologjik. Dhe unë kam bërë 2 vëllime etimologjike për greqishten dhe 2 vëllime etimologjike për italishten dhe latinishten. Zotri Alipaj, se jemi keq me kohën, por megjithatë kjo natyrisht është një vergjeni juaje që më shumë ju më thatë në një përgjigje. Ju jeni keq edhe me mentalitetin që keni për shkencën. Faleminderit zoti Alipaj. Po e mendoj unë dhe unë i them. Qofsha kështu keq gjithmonë. Faleminderit që ishi këtu megjithatë, kënaqësi. Faleminderit. Shputemi dhe kthehemi vetëm pas pak. Me dhezë shpirtën